unë kjo narrativ për shkak që vazhdimisht prej zgjedhjeve edhe para zgjedhjeve nacionale, po edhe pas zgjedhjeve vazhdimisht LDK-ja dhe zoti Abligjiku e kanë proklamuar edhe e kanë vu theksin te fakti që nuk duhet parë blok opozitor, LDK-ja nuk është e njëjtë me subjekte tjera politike, edhe ka dashur me veçu veten prej të tjera partive. Kjo ka qenë narrative për asa se cili prej neve mon me. Kemi Albin Kurtin tash, të cili duke marrë një fjalë në fushë Kosovë. Se 2 dekadave të partisë pushtet, të pushtetit parti, lëvizja vetëvendosje e bëri ndryshimin e madh me kryetarin e ri dhe me mbështetjen Valon Prebreza do të sjellë demokraci, mirëqenie, zhvillim, funksionalitet, dinjitet dhe barazi për gjithë. Të dashur qytetarë fushë Kosovës, këto janë zgjedhjet e 4-ta në të cilat vetëvendosja merr pjesë në gara për komunat e Kosovës. Në 2013 kena marrë pjesë për herë të parë në garë. Kena fitu 1 komunë. Në 2017 kena fitu 3 komuna. Në 2021 kena fitu 4 komuna. Dhe si vjetë në 2025 i kena fitu 7 komuna. Por i kthehemi, na patëm një telashe teknike me fjalimin e zotit Kurti, por arritëm të shkoqisim disa nga ato që tha, pra të rikthehemi, a mund të rikthehemi nëse kemi lidhjen stabile. Qytetarëve në ato komuna, e këtyre 4 komunave, ja u kena shtu edhe 3 komuna tjera, fushë Kosovën, Kastriotin, betejën e njëjtë, vetëvendosja dhe Valon Prebreza e vazhdojnë. Kësaj radhe edhe më mirë, edhe më kollaj, sepse këtë betejë do të vazhdojmë edhe nga zyra e kryetarit komunës fushë Kosovës, ku do të hyjë së shpejti Valon Prebreza. Valon Prebreza do të ketë mbështetjen e fuqishme, të pa rezervë, të pa kursim, të pa pushim, qeverisë Republikës Kosovës dhe timën si kryeministër. Praktikisht i morëm porositë e zotit Kurti nga fushë Kosova atje ku është e vërtetë që pas 2 dekadash e gjysmë të qeverisës LDK-s u arrit thyet ky një nga bastionet tjera, kam përshtypjen ka mbetur pak bastione i Stoku, mund t'jetë i vetmi nëse nuk ka ndryshuar harta politike, diçka tjetër në ndonjë komunat. Zoti Kurti sonte tha që nga 4 komuna jemi rritur në 7 komuna. Tash në çështje numrash, gjithmonë thojnë është mënyra se si interpreton dhe kush interpreton e rëndësishme. Por se është rritur edhe në bazë numrave dhe asaj që i prezantoi Besniku të numrave të banorëve që i qeverisë e rrjedhimisht edhe buxheteve apo jo, kjo është evidente. Çfarë nuk kupton kjo për vendosjen pak para se të mbahen zgjedhjet nacionale? A i konfirmon që mund të arrijë sërish rezultat të lartë, apo mbase edhe është trishtuese fakti që humb Prishtinën, nuk arrin ta marrë Prizrenin, ta rimarë Prizrenin që e kishtë në kaluar. Prishtinën, sa arrin ta marrë. Sa arrin ta marrë as Prishtinën, as Prizrenin, por do të duhet ngushëllohet me Mitrovicën e Jugut, që është rëndësishme po ashtu, por... Po dhe tash, natyrisht që zoti Kurti do të interpretoj këtë si fitore, edhe kjo hartë
i jep veç pak të domethënë thash nuk ka fitore, nuk është fitues sepse fitore do të ishte sikur ta fitonte edhe Prishtinën zoti Kurti, atëherë po do të ishte definitivisht fitues me Prishtinë, me Mitrovic, me këto, por nuk mund të quhet fitore nëse ka humb Prishtinën, garën për ose edhe Prizrenin ose domethënë Prizren herën e parafundit ka qenë e humbi, tash ishte një ide se mund të rikthehet, nuk u bë, domethënë edhe komunat tjera edhe në këtë pjesën perëndimore pra nuk është as